Ele, unë po flasë realisht, femra sa djo ka drejta, sa djo nuk di ma kur. Unë gjithmonë e kum përkra femrën, mirë po kove të fundit jam të ja kalu pak mu përbes po mëllimin djem të sodet, sepse femrat kanë aq kërkesa, sa që nuk di a mujnë me realizu, a mujnë me arrit. Diçka është e teprune. Unë Çka nuk tham mendon që femra, teprojnë më shumë ti? unë nuk tham femra mos me pas drejta, duhet drejta të kemi të barabarta, të ecim për para, mirë po diçka e teprune, po kërkojnë kushte jashtëzakonisht mira, kerret mira, banesat mira, shtëpiat mira, pushime të mira, ele a realizohen këto gjitha pa punu, pa... Jo, sigurisht që jo. Edhe për shembull e shet që nuk ka mundësia diçka dhe prap insistojnë ose vjen deri te prishja nëse janë bashk, nëse një djalë nuk i ka kushtet anej, pa hamendje, okej, ti rrugës të unë times, edhe kështu që nuk e kanë kurfar problem. Unë për veti po befasona, po çuditna me rinin e sodit, po inshallah vëdësohen pak a shumë, e kuptojnë janë tjetërën, ja dhanë drejtat janë tjetërit dhe dashuria mbi të gjitha, respekte, kuptime i plondër mjet vete, këto mjaftojnë. Plesht kanë tha këtë në herë, veç rahati në një thejrë jetojnë a bashkë knaqëm, veç të kema të rahati.